për drek të Shia e Saçit dhe filluam darkën. Tani para se të ham darkë, duhet ta bëjmë darkën. Edhe ne ja u tregojmë si gatojmë darkën. Unë kam marrë me rukola me vete, kam vënë për parsën, nuk po mungon gota e verës, edhe mirë se të gjej. Mirë Shtoriani, të Bujtina Sydheri. Ju falenderoj. Jam të gjithë koçarët mjeshtra, po si Mjeshtëriani ka pak. Kështu më kanë thënë. Edhe e kam provuar, ç'është e vërteta. Se ke provuar pa mamë. Nuk i themi të gjitha. Në fakt i shoqë kështu tha, po pse vetëm pllaqina? Ato ditë ishte shumë. Kishte kaq shumë njerëz. Edhe nëse kishim ardhur nga Tirana atë ditë, e kuptoj. Por tani mbas 2 vjetësh unë nuk po e njoh më këtë vend. Kaq shumë ka ndryshuar në 2 vjet? Pak, më duket pak. Pak, jo, unë s'po e njoh më vendin. Gjithsesi, unë po ndaloj te kuzhina. Nuk do gatojmë lakra në Korçë, po do gatojmë atë që është një tjetër traditë korçare, që quhet tavë me qofte Korçë. Kështu që më korçare se qofte Korçë nuk ka. Tavë me qofte Korçë. Tani çka kanë qoftet e Korçës, ndryshe nga qoftet e Vlorës? Mishi i grirë është të paktën ka 3 lloj mishe brenda. Që përzihen. Ka mish dashi, një qikë dhjam dashi, ka mish qigji, ka mish vici dhe mish gici. Janë përzirë 3 lloj mishe. Qepën odrën si një lloj si qoftet e Vlorës, rigon pak në energjik ose në jazëm, si që themi në Korçë. Si thonin me energjikut ju? Në jazëm. Në jazëm, vezë, për koka vezë. Ka shumë gatuajnë korçarët, sa kanë aq shumë emra në fjalor për kuzhinën, sa nuk i gjen asnjë qytet tjetër, edhe në Gjirokastër në fakt. Po në Korçë ka shumë emra për ende kuzhinës, për erëzat, për gjithçka, ka pafund. Ka shumë, është pafund, domethënë kuzhina, sidomos pjesa e brumrave është shumë e lartëlishme. Me brumrat mbaruam, kemi mishin tani. Domethënë këtu i kemi përzierë të gjitha. Kemi përzierë të gjitha. Brumi është gati për të bërë qoftet, do bëjmë qoftet dhe pastaj do përgatitim pjesën tjetër të tavës, që është qepa, kryesisht kjo qepa e ëmbël e Bozhigradit, me specin e kuq. Qepat e kuq janë ato? Jo, kjo është qepa e bardhë. Qepa e bardhë e Bozhigradit, me specin e kuq. Me spec, çfarë mbushim spec? Me se s'po të pyes, po të shikoj, jo nuk po flas. Se nuk e di si është tava e. Do fillojmë të bëjmë qoftet në fillim. Unë zëra se nuk jam. Jep një tavë me Megjithëse nuk mund ta zësh, unë nuk jam, se unë nuk pushoj se pyeturi. Edhe kam ca pyetje. Ç'është të them? Gëzuar për darkën në Korçë. Po sa të bukura që i kenë te kuzhinës, tavat, nuk e di, duket kështu si veprarti edhe kuzhina jote. Ku i ke merak? I kam merak. Ku i gjen? Është pjesa ime. Po nga si gjej. Dhe të mendosh që ri vetëm 2 ditë në Korçë, se pjesën tjetër ri në Tiranë. Në Tiranë ku ri mjeshtri? Ku gatuan? Në Tiranë gatuan drejtorinë e shërbimeve qeveritare. Gatuan për të huaj, gatuan për politikan, gatuan për qeveritar, gjithë jetën kështu. Kryesisht për të ftuarit e shtetit. Të ftuarit e shtetit. Këtu e për të ftuarit e tu. Këtu vjen për të shlodhur edhe gatuan për. Këtu janë në sinoritet. Edhe atje kam 20 vjetë. Si janë ndruar, pavarësisht se kanë ikur njëri tjetrit, të gjitha pëlqejnë kuzhina. Kam 21 vjetë, shef kuzhinën, drejtorinë e shërbimeve qeveritare. Kemi ardhur në vendin e dur. Po qofte Korçë, bën atje apo si lokalist? Po bërë të qofte Korçë. Ke bër? Bile mbaj mend që i kemi bërë qofte Korçë. Ka ardhur se sot i kemi bërë Soros, qofte Korçë, ta me qep për qofte Korçë. Soros ja qofte Korçë. George Sorosi apo djali? George Soros. Ka ardhur i ftuar nga Berisha në atë kohë. Kush e kishte? Berisha? Berisha. I kush e ftuar i Berishës? Po flasim hershëm. Kur ishte president? Kur ishte kryeminist. Dhe ishin të dy, darkuan të dy me qofte Korçë? Darkuan. Ishte një drejtim shumë i madh, mund të ketë qenë 7-8 veta. Qofte Korçë. Edhe bëjmë që i vëm qofte Korçë. Ja qa sekrete nga dregat qeveritare. Jo, dhe këto i po tjetër, qa i bërë Sorosit? Se në bajmë në top, gjëra shumë të mira. Se ka që nuk të regojmë. Po të tjera, qanë shumë ushqim nga Korça të shërbimeve qeveritare, apo jo? Mundohesh të rish të gjitha, dhe i përfshin të gjitha. Nuk je korçar atje? Nuk jam korçar, edhe këtu nuk jam korçar 100%. Me thënë drejtën se Korça
Ka shumë gjëra të mira, por unë kam 21 vjetë që kam ikur që nga Korça. Atë thelbi nuk diskutohet që kam Korçar atë kujdesin e nënësime, kujdesin e gjyshesime në gatime në kështë, po atje kam qenë i detyruar që ti bësh të gjitha. Ti bëj të gjitha. Dhe kjo puna e miellit se ka marrë vesh asnjëherë. Shikoja nënën që i vënde në miell dhe se kuptoja. Mielli është për ta lidhur. E lidh mielli. Edhe për të mos u ngjitur në tigan. Në Korçë, unë nuk kam lidhje me Korçën, përveç se dua shumë, por në Korçë pata një rikthim të jashtëzakonshëm në kujdes në gatimet e shtëpisë. Ndoshta nga që gjysha ime ishte nga Berati. Dhe gatimet qytetare shqiptare kanë shumë ngjashmërira. Qefi im kanë qenë të los në kuzhinë, jo të gatuaj, dhe pasioni i madh ishte të luaja me qofte të miell. Kjo ishte një prej kënaqësive të jashtëzakonshme. Prandaj të gjitha kujtimet e bukura më rikthehen kur flas për kuzhinën. Kjo është nga ato kuzhinat kur çdo gjë është në vendin e vet. Një nga kuzhinat më të bukura që kam parë. Këtu është në vendin e vet edhe gota e verës, dhe këtu vera të shijon më shumë se në çdo tavolinë ku ulesh të bësh gëzuar. Po më pëlqen shumë gjithçka.
ishte shkolla e kuzhinës? Shkolla e kuzhinës ishte një shkollë vërtet, drejt me thënë. Për mua ka qenë shkollë vërtet. Unë ka mësuar të gjitha gjërat, teknikat, të shijen, të gjitha i ka mësuar atij. Shkolla e kuzhinës ka qenë teknologjia ka qenë ruse, por teknologjia ruse ishte 70% franceze. E marrë nga francezët. Dhe ne të marrë nga rusët indirekt. Ishte mirë, por mua në fakt më pëlqen shumë kuzhina italiane. Italiane të pëlqen? Italiane. Po kujt si pëlqen kuzhina italiane? Kuzhina italiane është një kuzhinë perfekte. Kuzhina franceze krahasuar me italiane, si të duket? Dgjoj, dalin të dyja në një qafë që i themi ne, mirë po francezja i bie shumë gjatë. Italianët e bëjnë për 5 minuta, francezët bëjnë gjysmore, teknika, taktika, lere, kullere aty. Ndërsa italianët janë praktikë. Janë më praktikë? Janë praktikë, janë dhe racional. Nuk shtojnë më shumë se shduhet, nuk edhin më shumë se shduhet, nuk gatrojnë shumë erza, nuk gatrojnë shumë në një artikull kuzhine, nuk gatrojnë shumë gjëra. Se pithe dhe këte, shto dhe këte, ato që bëjnë me pak, e të shishme, të shëndetshme, po dhe kuzhina jonë shumë e mirë. Cila është kuzhina jonë? Sepse këtë po jam duke bërë, po mundohem të mbleth kudo, unicitete. Ta flasin që ne jemi oriental, jemi oriental. Po, edhe pjesa, edhe orienti ka kuzhinë shumë të mira. Një ka të brumra që ne përdorim në italianët, emrat janë të mëdhenj. Ne bëjmë i them një lakror me, ose byrekun, ato i thonë mirfle, byrekut ton. Është një di brumë. Ti që ta brumra, po e se janë të njëjta. Ka ndodhur rrugës kjo që jemi afruar me ata, apo jo? Paka shumë kemi pasur gjërat. Është puna që jemi pranë njëri tjetrit, njëri tare, po nëse pastaj to kanë që produktet e MSD-ut. Po me grekun, kemi ngjashmëri? Po, më kemi ngjashmëri. Të pëlqen kuzhina greke? Kuzhina greke është goxha praktike, edhe bën gjëra të mira. Të mira, s'ka, çka ka greka të mira? Ka ca gjëra. Përdor shumë erzat, që këtë gjë ka të përbashkët në kuzhinën turke, se ka shumë ngjashmëri. Pjesa e orientit është ngarkuar me shumë erza, me shumë që ta bëjnë stomakun. Që ta bëjnë stomakun. Kjo është e bukur, italianët nuk i ngatrojnë gjërat, e racional. Ndërsa ne i përziejmë. Gjithashtu pëlqej shumë kuzhina italiane. Nuk e njeh shumë, nuk e përziej, nuk e futur këtu. Njerëzit që vinë këtu në kujtinën tënde, çfarë duan, çfarë preferojnë? Unë kam ushqimet e mia, drejt më thënë. Unë kam ushqimet e mia që kam pak nga të gjitha, po janë thuajse të mia. Edhe atje ku jam në punë në Tiranë, gjithmonë kam futur atë pjesën time, tendencat e mia që kam për kuzhinën, kam kuzhinë të thjeshtë, për mua më mirë se thjesht pas të bukur nuk ka. Nuk ka. Përmendim sa gjëra të Korçës janë tipike, lakrorin e provova. Kemi qoftet e Korçës, kemi kërnackën. Kërnacka, çfarë do të thënë? Kurnace, qofte kurnace? Kërnacka është një qofte zgare. Është qofte zgare dhe ajo përsëri bëhet shumë me përzierje të 2-3 lloje mishash. Ka karakteristikë për ata aromën e mirë që e përdorin dhe jamin e dashit. Pse ka këtë emër? Nuk e di, se di, asun se di pse e ka. Se më këtë më tha dikush, e ka sepse është qofte e vogël, dhe më thënë kurnace. Apo qa nuk... Basë dhe më vjetë. Se shiko, ikëm nga një vënd dhe mëson emrin e emisionin tjetër, për shumë Haxhi Makullet e Shkodrës. Nuk e din dhe njëri në Shkodrë. Gjithë thoshin, Haxhi Makullet janë Haxhi Makullet, thoshin. Më pas më morën në telefon dhe më thanë, janë Haxhi Makullet. Ushqimi i Haxhiut, ushqimi që e merrte me vete dhe duhet ta mbante, duhet kishte siç është Haxhi Makulja që të plandos. Kështu janë, kush e di, do të mësojmë edhe kuptimin e kërnacës kur të mbaroj ky emision atë vetëm në vend.